Kur e konsideruam Kuvendin atë me qeveri, pse po i konsideroni Kuvendin dhe po thoni jo konsideroni Kuvendin. Je profesor. Meroni vesh Mos gënje këtë. Kur e konstituum Kuvendin herën e kaluar, edhe e formum qeverinë, çka tha? Tha s'ka me konstituu Kuvend, as me formu qeveri pa marrëveshje. Tash ku po dojnë me po marrëveshje, po thuni konstituoni Kuvendin. Kjo i bjen, populli thot, hypset vrava, zhdrëpset myta. Jo do të fillimisht me ut konsistencën. Apo më ngon mutash. A ke rregull. Pritëm një minutë. Ajo kolege e jote gjuhën me ujë, po çu vjen turp. Prit një minutë. Po çu vjen turp. Jo. A ke thirrë vitin e kaluar seancën se ka të tur. A ke Lutan, ndërtoni mas pari argumentin. E më pastaj. Se s'ka marrëveshje. Që to skena duhet mu eliminuar. Ndryshe, jo keni mësuar. Ju e keni pru Kuvend. Ti ke pru. Jo e keni pru ju me mungesën elementare të konsistencës politike. Nuk thot kushtetuton me marrëveshje apo me Konstitucionin politike. Ju duhet fillimisht me ndërtu argumentin. Ju s'keni argument. Ken argument 48 orë rregulloria. Kemi shkel kushtetutin. Ne vetëm ju s'pason që ka kushtetutin. Qëllim shumë e ka shkel, me vedi e ka shkel, krejt si Atë ka metoj mua ju. Atë ka metoj mua ju. Ti në komunikimet private nuk ka fjalë min botë që nuk më thu. Edhe del tu mban drama mu, edhe godet kolegun ton parlamentar. Po kjo tregon pastaj